Se ka qenë pyetja që ka bo. Janë shumë interesant pyetjet, se shumë me kujdes i ka përzidh pyetjet e Herakliu për t'ia bërë Bosforit. E ka ditë. Një nga pyetjet, ka thonë, ata që ndjekin janë të pasurit apo të rëndontit? Ata që ka ditë tamam ku me pyet. Një nga pyetja i ka thënë, ata që ndjekin a ndodh me u largu? Standard. Ata që e ndjekin a ndodh për shembull dëshpëru, gabim që kemi ndjek, si nga se kemi prit, për shembull a ndodh? Ka thënë jo. Jo. Si e ka komentu këtë qëndrueshmëri dhe stabilitet Herakliu, ka thonë, kështu është puna e imanit. Imani është kjo. Kur prek thellësinë e shpirtit, kur e shijon në besinë e adhurimit, nuk ndahet më. Kur e shijon në besinë e komunikimit, nuk ndahet më. Nuk ndahet më. Prandaj kur pejgamberi i ka nxit sahabët që të bëjnë dua, ka thënë se Allahu i hidhërohet nëse nuk e lutni. Kjo inkurajn për ta lutur Allahun vazhdimisht. Ka thonë sahabët i dhe nuk thirr, atëre përshtojnë kon Allahu akthar. Ju sot është të lutin, Allah ka edhe më shumë për t'ju. Shtimi i lutjeve të juaja nuk e harxhon çka ka te Zoti. Po sot është të lutjet, shtoni përfitimin atë. Sot është të komunikimin, e shtoni përjetimin atë.